emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrama kudo që na ndeshni të nderuar shikues, partitë politike të dorëzuar në KQZ listën e kandidaturave të tyre, listën e koalicioneve përkatësisht se si do të garojnë, pak a shumë do duket të qartë gjithë kjo, nëse ndonjëra prej tyre nuk tërhiqet nga procesi i evidentimit në KQZ për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Tashmë duket se gjithçka është e qartë, duket tabloja plot e garës që do ta bëjmë partitë kryesore politike me koalicionet që kanë lidhur. Kanë ftuar ish diplomatin Blerim Came. Blerim, faleminderit për kohën. Faleminderit Snasi. Pak a shumë do duket tabloja qartë e garës që do ta bëjmë partitë me bashkëpunimet që kanë arritur. Do është këtu dia mund të jetë e diskutueshme gara e zotit Limaj me partinë e tij Nisma Social-Demokrate. Po në fakt ne po flasim vetëm për koalicionet, për shkak se edhe më tutje ka ende kohë që të paraqiten listat, që i bie që zoti Limaj mund të shkrihet në një parti nëse tërhiqet si nisma nga gara. Dhe po e përsëris ato që e kam përsëritur sa herë, përkundër që i kemi parë disa imazhe ku duket zoti Limaj në takim me zotin Abdigjiku, ku me gjas është diskutuar për një koalicion të mundshëm mes tyre, unë mendoj që shumë më e natyrshme do të ishte sikur zoti Limaj të rikthehej në Partinë Demokratike të Kosovës, posaçërisht nëse bëhet fjalë për një shkrirje në një parti të caktuar, për shkak se mendoj që e para për zotin Limaj është më mirë, për shkak se e ka një votues aty, dhe e dyta votuesi tradicional i PDK-s pastaj, të cilin e ka marrë zoti Limaj me vete, do të kthehej prap në Partinë Demokratike të Kosovës. Natyrisht që kjo pastaj do t'ia shtonte gjasat Partisë Demokratike për rritje të numrit të votës, por nuk e di, nuk jam i sigurt edhe sa kohë kanë që të dorëzojnë listat me emrat e deputetëve. 6 dhjetor është afati. Që i bie që ka ende kohë që të mirën vesh, për shkak se të tërheqet. Ligjërisht mund të tërheqet nga... Po, për tërheqje do të thotë mundën kur të duan. Mirë, po që të dorëzohet apo që të njoftohet KQZ-ja për koalicionet të mundshme, veç ka përfunduar afati. Mendoj që zoti Limaj edhe dorëzimin e ka bërë që të jetë më i kujdesshëm dhe që të mos i humbet mundësia që të dalë në garë. Tash, në qoftë se e marrim si të tillë, duke pasur parasysh edhe zgjerimin që e ka bërë, edhe pse është një zgjerim solid me emra të ndryshëm. Zoti Limaj, mendoj që edhe ata emra pastaj mund t'ia shtojnë votën zotit Limaj, por në qoftë se i shohim këta emra, të cilët janë te zoti Limaj, atëherë e shohim që faktikisht të gjithë janë persona të cilët, apo shumica absolute janë persona të cilët kanë ardhur nga PDK-ja, ju kanë bashkuar zotit Nismaj. Dhe sa do i vogël që mund të jetë numri i votës, ata diçka votë tërheqin nga PDK-ja, dhe për këtë arsye po them që shumë e natyrshme dhe shumë më e mirë do të ishte edhe për zotin Limaj edhe për PDK-n, sikur zoti Limaj të kthehej dhe të shkrihej në shtëpinë të cilën e ka ndërtuar vetë. Shto këtu faktin që edhe këtë po e përsëris. Ashtu kur i shohim shumë akter politik brenda PDK-s, absolutisht zoti Limaj është shumë më PDK se sa ata, dhe me bindje jam shumë i sigurt për shkak se zoti Limaj ka qenë pjesë e themelimit të PDK-s, ndërtimit, ndërsa ka nga ata që janë ardhur. Si do të pasqyroj konkretisht në observimin tuaj pjesëmarrja e Limajt bashkë me PDK-n në këtë procedurë, edhe vetë kur kryetari i ri i PDK-s Bedri Hamza e nënvizon tepër shumë rëndësinë e një klime domosdoshme për PDK-n, për unitet. Po shiqoni, tashti, në krye të PDK-s është zoti Hamza.
Dhe jam shumë i sigurt që komunikimi me zotin Hamza dhe zotit Limaj është më i lehtë se sa me kryetarin paraprak. Për asgjë tjetër në mos, së paku për shkak të bashkëpunimit të cilin e kanë pasur kur zoti Lima i ka qenë ministër i transportit, madje ministër i suksesshëm i transportit, por edhe zoti Hamza kur ka qenë një ministër i suksesshëm nga Partia Demokratike e Kosovës. Do të thotë këta kanë bashkëpunuar bashkë. Në anën tjetër zoti Limaj brenda Janë figura që mund të bashkëpunojnë dhe mund. Po në anën tjetër zoti Limaj ka plot miqtë e tij janë brenda PDK-s, miq që nga lufta, po edhe para lufta. Për këtë arsye, unë zotin Limaj absolutisht nuk mund ta shoh tjetër kënd pos në Partinë Demokratike të Kosovës për pas subjektit të tij. Ose mund shkoj edhe në LDK. Po mund shkoj, po cili do të ishte përfitimi i zotit Limaj në LDK, por edhe i LDK-s nga zoti Limaj. Do të ishte një farë dallimi kogja i madh sikur zoti Limaj të shkonte në PDK, dhe dallimi tjetër do të ishte sikur ai do të shkonte në LDK, për shkak se rrit të di që Partia Demokratike, por janë edhe shumë nga vetë nisma, të cilët janë votues besnik. Dhe votuesi besnik i PDK-s, mendoj që edhe i nismës për shkak se të nisma janë për hir të zotit Limaj. Edhe një pjesë e konsiderueshme votuesit të nismës, mendoj që vështirë do ta votonte Lidhjen Demokratike të Kosovës. Por fare lehtë do të kthehej që të votonte Partinë Demokratike të Kosovës për shkak se aty kanë qenë. Në anën tjetër unë mendoj se zoti Limaj do ta zgjonte edhe një votues potencial pasiv që ka qenë për një kohë. Deri më tani të PDK-s dhe mendoj që thjesht PDK-ja do të përfitonte nga zoti Limaj. Përmena zotin Hamza, i cili po qëndron në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një vizitë në Washington DC. Sapo bëri një postim ku tha se përfundoi vizitën e shkurt 2 ditore në Washington. Agenda ishte intenzive, tha Hamza, dhe konsiderova jetike ta paraqes vizionin tim për zhvillimin e Republikës son dhe rindërtimin e partneritetit thellë mes Kosovës dhe administratës amerikane. Njoftoi se është takuar me zyrtar të lartë, shtëpisë së bardhë, Këshillit Kombëtar të Sigurisë, Departamentit të Shtetit. U ktheva, po thot Hamza, jashtëzakonisht pozitiv për mundësinë e pashtershme të bashkëpunimit mes Kosovës dhe SBA-s, pas një periudhe të vështirë të mungesës së komunikimit dhe pezullimit të dialogut strategjik. Kosova, sipas tij, do të kthehet në Washington më fort se kurrë, me projekte konkrete, me investime të prekshme dhe me përfshirjen e SBA-ve në zhvillimin e hovshëm të Kosovës në diplomaci, ekonomi, sektorin e energjisë, ushtri dhe inteligjencë. Për cilën arsye mendoni se Hamza zbarkoi në Washington? Cili mesazh po e qen? Jo, kjo flet spari që brenda PDK-s ka figura të cilat kanë lidhje të hershme. Jo vetëm me SBA-n, por jam shumë i sigurt që kudo në cilin do shtet, kudo të dëshironte një kryetar i Partisë Demokratike do të mund ta vizitonte. Për shkak se brenda PDK-s ka njerëz serioz të cilët i ruajnë kontaktet, i mbajnë kontaktet, madje edhe kur shteti ka qenë i bllokuar e kam përshtypjen që gjithmonë ka qenë një vij komunikimi në mes të ndonjë eksponenti të Partisë Demokratike të Kosovës dhe botës së jashtme. Kur është çështja te siguria, mendoj që zoti Haradina i prin në komunikim me amerikanët në këtë çështje. Natyrisht që thjesht është një farë mesazhi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sikur e kanë gjetur një partner pas sa kohe, apo sikur shpresojnë ta bëjnë një partner pas sa kohë të bllokimit të komunikimit në mes të SBA-ve dhe Kosovës. Dhe këtë nuk po e them unë, këtë e kanë thënë eksponentët amerikanë vetë.
Tash unë jam I prirur t'ju them të drejtën që të besoj ato që e lexoj nga ambasada amerikane dhe nga eksponentët e rëndësishëm politik amerikan dhe jo ato që thot propaganda politike të ne. Por tasht për tasht po vrehet natyrisht që është një farë mesazhi që Në fushat sa më fal. Zhvillim të hovshëm të Kosovës në diplomasi, ekonomi, sektori energjisë, ushtri dhe inteligjencë. Pak a shumë po janë. tash shikoni diplomasi Fushat jo, sa dhe në kohë inteligjencë. ishte edhe marrëveshja e 4 shtatorit. Është Por pikërisht ta kemi parasysh një fakt kur flasim për diplomasinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë krahu më I fortë I Kosovës për kur ka qenë në pyetje etablimi ndërkombëtar I Kosovës. Dhe ne gjithë e dim që gjithmonë në marrëveshje dhe në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje edhe janë kërkuar njohjet nga shtetet të saktuara. Pastaj përpjekjet e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare gjithmonë kanë qenë në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thotë ne kemi pasur një farë garance. Kur flasim për sigurinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë faktori I sigurisë jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në Ballkan, jo vetëm në Evropë, por në botë. Dhe mendoj që kjo është një temë tejet e rëndësishme për ekonominë. Shiqani, zoti Hamza është ekonomist dhe natyrisht që ndoshta është prej rrallëve që mund të diskutoj për ekonominë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht kur e kemi një Donald Trump në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, I cili madje edhe projektet e paqes, gjithmonë nëse e keni vërejtur, edhe me siguri e keni vërejtur si gazetar vrojtues, ai e bën duke në ndërlidhje me ekonominë. Do të thotë një marrëveshje e paqes, gjithmonë e përcjell me një farë biznesmi apo me instrumenta ekonomik konkret. Absolutisht. Dhe mendoj që zoti Hamza ka bërë mirë që ka shkuar dhe mendoj gjithashtu që është një farë mesazhi I qartë. Dhe për këtë dua ta marr një shembull. Kur unë isha diplomat në Vjenë atë botë, Edi Rama ka qenë në opozitë. Dhe çka ndodhi? U organizua një vizitë për Edi Ramën, në të cilën e priti edhe presidenti edhe kancelari. Dhe zakonisht këto përquhen pastaj mesazhe që ky është personi ynë me të cilin ne komunikojmë dhe mund bashkëpunojmë. Dhe pastaj I fitoi zgjedhjet zoti Edi Rama. Do të thotë atje ne të cilët ishim mësu të lexojmë këto situata, apo s'paku të pretendojmë se I lexojmë këto situata, e lexuam si diçka të tillë. Gjithmonë duke u nisur nga ajo se kush e pret, si po e pret. Çka po organizohet në atë vizitë, kënd po e takon. Do të thotë shef një farforme edhe për krahjen. Jënë fushat pak a shumë ku I ka prioritetet dhe administrata Trump. Po pikërisht, është siguria, është ekonomia, është diplomacia, po energjia, po. Po tashti, janë fusha ku ne kemi më shumti nevojë. Ku ne kemi më shumti nevojë për përkrahjen amerikane. Për shkak se tash kohëve të fundit, sikur madje që nga fillimi I mandatit, sikur ka pasur një farë refuzimi të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Klasifikimi amerikan u ndalua. Sakt. Dhe nuk u bë, edhe pse ishte në marrëveshjen e 4 shtatorit. Dhe unë t'ju them të drejtën, unë rrjetin e gasit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kur nuk e kam lexuar si një interes ekonomik I Shteteve të Bashkuara. Për shkak se Shtetet e Bashkuara me një ndërtesë në New York dikon, apo me 2 ndërtesa ndoshta do ta kishin profitin sa e kanë në tër Kosovën. Nuk ka qenë çështje profiti, ka qenë çështje kufiri. Për shkak se gjithmonë në një korridor strategjik, mos u ndikuar nga po në fund të ditës, a e dini çka mbrojnë? Nga Rusia, po. A e dini çka mbrojnë superfuqitë? Ndryshe është kur thot po e mbroj Kosovën, edhe popullatën, ndryshe është kur thot po I mbroj investimet e mia në Kosovë, dhe unë e kam hise atë. Kështu që unë e kam pa atë si kufi.
si vi kufitare deri ku guxon me prek dikush apo nuk guxon me prek dikush. Dhe kjo nuk u bëhet sanaj. Dhe nuk u bë për shkak se si duket nuk i konvenonte ndokujt ai far kufiri dhe ajo zonë edhe interesit ekonomik amerikan për shkak se të përkrah dikush, sidomos kur je shtet sovran, natyrisht që duhet ketë edhe një arsye. Nuk mund të thuash unë po futem në një shtet të cilin e kam njohur, e kam ndërtuar, e kam bërë sovran, dhe të mos ketë pastaj probleme me shtetet në botë. Do të thotë, gasifikimi amerikan ka qenë një arsyetim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës më shumë se sa një interes ekonomik. Arsyetimi ekskluziv në mbrojtje të këtij vendi, që është interes jetik i yni. Tash nuk e dija janë ardha të baterijat e Albin Kurtit, ai ka bo hala apo jo, po në sende di që na kemi mbet pa gasifikim, rrjedhimisht. Një projekt i për strategjik. Rrjedhimisht pa një garancë afatgjate, madje ndoshta dhe do të thoja të përjetshme të sigurisë, për shkak se gasifikimi ka qenë siguri edhe për neve. Nuk u lexova si tillë. Edhe kemi mbet edhe pa baterinë e premtuar të Albin Kurtit. Një debat që po manifeston polarizim, antagonizëm thellë së fundi, është mënyra e votimit të mërgatës tonë. Po. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa refuzoi një vendim të KQZ-s që votimet bëhen edhe jashtë selive diplomatike. Antari vetëvendosës KQZ shpërsoi rënd gjuhën e tij ndaj LDK-s, meqense LDK-ja çoi ankesën. Duke thënë, kështu, LDK me ankesën e saj kundër kompania, LDK me ankesën e saj kundër mërgatës në PZAP vërtetoi që e urren mërgatën njëjtë sikur i urren Vučići shqiptarët. Lumiri NCO kompani i keni shpall luftë mërgatës. Dijeni që e keni shpall ngordhjen tuaj si qenje politike. Dëgjoj, Duket vetë propozimi i që shikoni gjuhën, po. Që veç ta sqaroj s'pari propozimin. Vetë propozimi i cili është bë për të votuar në për restorane, në për bare, ka qenë një propozim për cilin këta e kanë ditë që refuzohet. Dhe unë e mendoj që kjo ka qenë gjithmonë për ta krijuar një shllak vort për ta thonë çto, që po e thojnë, se gjoja parti tjera nuk ju urrejnë juve për shkak se këta ende shpresojnë të diaspora. Sigur se Vučići që i urren shqiptarët, LDK-ja urren mërgatën. Çfarë gjuhë kjo? Kjo nuk është gjuhë e urrejtjes, kjo është gjuhë e poshtër e urrejtjes. Që thjesht mundet, njeri duhet me qenë shumë i poshtër për të përdorur një gjuhë dhe një komunikim të tillë me publikun. Tash po më vjen keq që mu po më duhet shprehem kështu sikur që po shprehem. Nuk e di, problemi është kjo far tendence e polarizimit të qytetarit, sidomos gjatë fushatave është e rrezikshme. Dhe, ti e din sigurisht se i ke përcjell këto sa vite. A e ke vrejt që zakonisht partitë të cilat nuk kanë ide dhe projekte dhe programe, merren kryesisht me linçime, etiketime dhe ndërtojnë një farë gjatë gjithë fushatës një gjuhë të tillë e përdorin, për shkak se ata s'kanë çka tregojnë tjetër. Partitë që kanë program, që kanë një platformë, ato nuk kanë shumë kohë më marrë me këso sende, për shkak se koha është e shkurt për ta prezantuar programin edhe planin e tyre, çka do të bëjnë me Kosovën. Çështja është se mund të jetë një parti me kaq traditë kundër mërgatës, si thuhet, një që Vučići që për shkak se për shkak se është kundër Kosovës, jashtë vini kundër këta e dinë që si është mundur të merren me këtyrnek votat. Po, lidhja demokratike e Kosovës ka qenë ndoshta më e strukturuar në diasporë. Periudha kur lëvizja vetëvendosje ka marrë votën e diasporës, ka qenë ajo periudha kur qeveriet e atëhershme të Kosovës e ndërtuan Ministrinë e Diasporës për të përfaqësuar sa më mirë që është e mundur interesat e diasporës.
Tjetra, dhe këtë po e them me kompetencë, për shkak se jam ballafaqu me këto tema. Tjetra, ka qenë, mduket e kam përmend në emisionin tënd edhe një herë, ka qenë politikë që diaspora të mos ngarkohet me politika partijake, por diaspora të parafrohet me shtetin. Dhe për atë arsye është ndërtu Ministria e Diasporës, që diaspora kosovare ta ketë një adresë. Dhe gjithë e dinë që pastaj modelin tonë e ka marrë edhe Shqipëria. Ka ardhur lëvizja vetëvendosje në atë periudhë si parti, duke mos dashur partitë politike që të merren me diasporën si parti, por si shtet, madje ne e kemi pas ndaluar në qoftë se është bën një organizim partijak. Si diplomat ne e kemi pas ndaluar me shku në ato. Sa këtë qenë në detyrë, po. A ke LDK, a PDK, a VV, në qoftë se na ka ardhur një ftesë me logo të partisë, ne s'kemi shku. Po shkak se është festë partijake dhe ne nuk jemi, ne jemi të shtetit. Keni qenë të kujdesshëm këtu? Po, absolutisht. Në këso sende, absolutisht kemi qenë strikt, po shkak se e kemi pas instruksion prej lartë. Qartëkore, po. Po, që në organizime partijake çfarë do të qoftë, nuk shkoni. Dhe partitë tradicionale fillun që t'i lanë rehat. Edhe do dek që i kanë pasën, madje fillun të i shkrinë. Apo më mirë të thëmë t'i shujnë që diaspora let merret me shtetin. Shtetit i duhet diaspora. Se ishte ambasadat. Ishte ambasadat, madje ishte Ministria e Diasporës. Qatë hapësirë e ka shfrytzuar jashtëzakonisht mirë lëvizja vetëvendosja atë botë. Nuk ka pas, madje çdo javë, ke pas eksponent lartë politik nga lëvizja vetëvendosje të cilët janë shëtit në për diasporë, kanë linçu njerëz, kanë ndërtu për septem të diaspora, si kur kjo shtet është shkatëru, si kur vetë slogani që 20... Të reqja LDK-s dhe PDK-s... Po, i ka lanë hapësirë, dhe natyrisht i tashti rrit muqune dhe me thonën 1-2 javë ditë, me ndërtu një diçka për ty. Dikun ja 5 njerëz, 10 njerëz i bëjmë i besu. Kësaj farë pune. Po. Edhe. është cilë fjalia. Tasht, jo, që pëse s'vlen kjo fjali? A e kam shel që atë Ministri Diasporës Albin Kurti? Cili është përfaqësimi i diasporës? Është Donika Gërvalla, Shvarc. Po ç'sh po mundet Donika Gërvalla më marrë me diasporë dhe me politikë të jashtme kur? Kur ne e dim që politika e jashtme e Kosovës don punë. Po edhe diaspora është aq e madhe që nuk mundesh ti si ministri me një ministri më marrë me diasporën, me mbulu interesat e diasporës. Nëse diaspora nuk e vrejnë që të sen, që si janë ardhë, javë kanë mshel ministrinë, edhe si janë ardhë diasporë, këta, a ka qenë premtimi me javë hjek do sigurime të kerreve që ka të hinë në kufi, që kanë qenë 20 Çështja është që mërgata ju e dini dhe vetë, ka një raport emotiv më të madh, më të lidhur me Ardheun. Edhe tash është çështja e kauzës që ka Kurti ta zënë për Veriun, unë e shlidhova Veriun, këta janë bashkëpunëtorë me listën serbe, etjera, këto lloj formulime duket që jo, nuk ka qenë kjo në fillim, me këtë kauzë ka mbajt. Po të prandaj zgjedhjet i ka fitu me ndërtimin e narracionit dhe perceptimit për korrupsionin, për shkatërimin e shtetit. Tani po them, po. E tasht me Veriun, por ku është ai Veri? E pa që letrat që po javëqojnë tasht për takime, për me pranim dorëzim. Me 5 dhjetor bëhet tranzicioni i pushtetit. Edhe ato letra që pisojnë, po i qojnë me pa logot Republikës të Kosovës. Jo, kanë shu, kanë pranuar me logo. Po, kur pjasojnë letrat për takim, plus takimi i parë, cili ka qenë pyetja e pashtë kryetar të komunës që e ka pyet ku mi ke lënë fotografitë. Dhe të thotë, çka flet kjo? Kjo flet që një trajtim i tillë thjesht i bën njerëzit më agresiv. E dyta, Veriu, prej 17 shkurtit, që është pall pavarësia e Kosovës, edhe zyrtarisht
e dim se si janë ndërtu në kufit e Kosovës, e dim se si kanë punu institucionet atje. Disa institucione madje sot nuk ekzistojnë pas shtrirjes së sovranitetit për zdyti të cilin e ka bërë Kurti. Kështu që Kurti verion e ka përdorë për prek sentimenti nacional dhe për ndërtu një farë qeverisje me një narrativ populiste, sikur që i ka fitu zgjedhjet. Deputetja ti, Adriana Matoshi, ka thënë me të njëjtën gjuhë të zotit Krasniqi për zotin Ramush Haradinaj. Faktet nuk fshihen Ramush, ju keni pas kumarit ngusht me kriminal si Radojqiqi, u desh me ardh Albini me ju të shka. Çka plet kjo gjuhë? Faktet, po, shpije? unë që ju tham drejtën, Matoshin nuk e marë seriozisht. Ka qenë deputete? Është deputete, po ata Është e një figurë përdorin që pikërisht shpërndan për kësaj. narracionin e vetëvendosjes. E para, gjuhën e saj. E para, zonja Matoshi duhet ta di që Ramush Haradinaj, gjysmën e familjes, ka vllazën të vramë. Është familje e persekutume për me pru që ditë që Kosova mos quhet republikë, e dikush si Matoshi me qenë deputete e Parlamentit të Republikës të Kosovës për cilën ka luftu Ramush Haradinaj me krejt vllaznit që i ka atë, edhe gjallëve të vramë. Pe pyesën e zonjën Matoshi, si qytetari thjesht, çka ke bo ti? Çka ka bo Albin Kurti? Çka ka bo familja Albin Kurtit? Çka ka bo familja jote? A është 10% e qasaj, po çfarë 10%, 2% e asaj që ka bo Ramush Haradinaj. Ne kemi ardhur me një pikë ku patriotin e vërtet, kërkush i hiç, mundohet me ta shndrru në tradhtar. A dini ku shkon politika e populistëve? Kjo është tipike. Janë bërë studimet tona, të cilët, ku faktikisht thuhet që populistët zakonisht kundërshtarët politik i godasin pikërisht aty ku ata janë më të fortit. Kështu që, në qoftë se Matoshi më thot për Ramush Haradinajn, ky është tradhtar se ka fol me Radojqiqin, më fal, kur ka fol Ramush Haradinaj me Radojqiqin, nëse ka fol, se se di, ka fol kur ka qenë pa akuzë dhe ka qenë pjesë e sistemit, që ajo pjesë e sistemit ka qenë domosdoshmëri e kërkume nga bashkësia ndërkombëtare për të na shtyr në etablim më të tjeshëm. Po kur ka fol Mimoza Kusari, kolegja e Matoshit, që e ka shti Albin Kurti, se ajo s'ka fol pa i thonë Albin Kurti, edhe i ka thonë brate, vlla, Radojqiqi ka qenë i ikon prej Kosovës. Kështu që nëse ka... Në kërkim ka qenë nga 2018 Po si do që tjetë. Nëse ka dikush që ka bashkëpunu me Radojqiqin, absolutisht kërkush në këtë vend nuk ka bashkëpunu ma shumë edhe ma fleq se Albin Kurti edhe eksponente tina. Me Radojqiqin ka bashkëpunu... Kjo e polarizon shoqërinë. Juve, sa kur t'i shini këto? Po natyrisht, Red është bëhe gërdetshme. Për shkak se shiqa gjenerata jam edhe jotja, i kemi kalu do sende, na kemi qenë gjallë, edhe e dim për se cilin kush ku ka qenë, sa ka qenë. Adriana Matoshi me t'i thonë ty Ramush Haradinajt, je me Radojqiqin. Adriana Matoshi me t'i thonë ty Gjavit Halitit, Adem Grabovcit, Gjevahir Gecit, bashkëtarët të Adem Jasharit, e tjerëve. Këta janë tradhtara, na ja jemi qërru, ja na u ka fshit runi, ja kemi ranë depresion kolektiv, për ndryshe një shoqni normale, shiqa, ne mund të kem 100.000 mos pajtime me politikat edhe me Ramush Haradinajn, edhe me këta emra që i përmendu. Po kur ta shkrysh historinë e re të Kosovës, prej formimit edhe para formimit shtetit, emrat këre edhe po flas me kompetencë e kam një libër për këtë punë, që është botu madje në Gjermani, edhe s'po du mi bëha reklam, po du veç me tregu që është botu me një shtëpi botuse që vlerësohet një 4 review-je, marrin para se me botu, ku nuk kom mujtën e me folë për lirin
edhe për ndërtimin e shtetit Kosovës pa e përmen Ramush Haradinajn, pa e përmen Gjavit Halitin, pa e përmen Adem Grabovcin, pa i përmen eksponent, madje edhe këta tritë si Hajredin Kuqi e Enver Hoxhaj, për shkak se kanë qenë pjesë e qasaj. Hashim Thaçi s'do diskuti, s'munesh me fol për lirinë e Kosovës edhe për ndërtimin e Kosovës, pa Hashim Thaçin edhe Kadri Veselin. Edhe këta dalin edhe thojnë, këta kanë bashkëpunu me Radojqiqin. Ishe rrjetet sociale që po gjymojnë nga urrëtia? Ka shpije kjo gjuhë, qa përdhën? Veç edhe ta përfundoj. Këta e kanë hjek sistemin e Miloševiqit, edhe Miloševiqin prej këtij veni. Në qoftë se dikojna i dhimet Serbia, që u hjek që 20 vjet prej këtuhit, në rregull jemi. E kanë prish një shtet, si Serbia, që ka qenë Kosovë. A, që të Kosovë që shemojnë men, unë e para luftës, edhe që është sot, nuk është revolucion që ka ndodhë. është evolucion. Ishte deputetja Fitore Pacolli do të përgjigje kështu si që ka thënë një medium tjetër. Ka heroj që kanë luftuar, por janë kthyer në tradhtarë. Qa përdhën këtë gjuhë? Cili o bilanci po themi kësaj gjuhë? Çka po fton? Sa mund të mirë mbahet një, ta them, rahatllëk shoqënor? Jo s'mirëvahet, kjo është tendencë për polarizim të shoqënisë. Do të thotë, këta gjithmonë mundohen që të krijojnë edhe të ndërtojnë, madje nëse është edhe nevojë edhe një stereotip, ta krijojnë një armik në mënyrë që pastaj këta të shpallen si viktim, të viktimizohen. Sikur rasti me diasporën. Pe propozojmë ne një diçka që nuk realizohet, pastaj ne ju thojmë diasporës që se këta si ju lanë. Gjithmonë këta duhet me kërku mo viktimizu. Për shkak se fatkeqësisht te ne dojmë viktimën. Si shoqëni e kam përshtypjen edhe gjithmonë shkojmë edhe mundohemi me e shty viktimen pa e lexuar se apo vetë viktimizohet pa qenë viktim, çka po kërkon prej kësaj situate. Pacollit i ka ardhur rani me thonën Ramushi ko ka bë tradhtar. Hajde de. Hajde de. Në çfarë derezhe jemi rana. Kjo është irrituese, kjo është e poshtër, kjo është e ulët. Edhe Pacolli, edhe Matoshi, edhe kushdo që merret sot me politikë dhe e man një diskurs të tillë, duhet ta kenë të qartë, sa t'jen toka me njerëz. Librat kanë me shkru, historia ka me shkru, për njerëz si Ramush Haradinaj, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramush Haradinaj, Gjavit Haliti, Adem Grabovci, qata që janë nënshkrues të pavarësisë së Kosovës, hanë e danë, përderisa emnat e tyne kanë mushu, eventualisht nëse najherë kanë mu përmen për ata se si kanë tentu me polarizu shoqëninë kosovare. E kësën rreziku një konfrontimi shoqënor nga ky polarizim, se duket që edhe gjithë njerëz të luftës, cilët thuaj se kanë biseduar, vazhdimisht edhe për një intervista kështu duket që enough is enough, shka mjaft o mjaft, nuk mund të ndodhë. Mund ta kërcënoj shoqëninë me e rrezikshme është, po unë besoj që shoqënia jonë është goxha e pjekur në spaku deri më tash është treguesi e tillë. Për shkak se kemi pas raste kur ka qenë herën e kaluar ka qenë njëjtë. Mirë, po mendoj që e kemi një shoqëni të pjekur. Ata të cilët janë çmend, ne i shoh ballafaqohemi përdit me ta në rrjetet sociale. Dhe për shkak se na shajnë, na kërcnojnë, në kur e themi një mendim. Kështu që e shoh që asi lloje të budallëkut ka met më pak. Edhe besoj që nuk do të arrijnë ato që dëshirojnë, për shkak se tash ta kemi të qartë një eskalim i situatës, çfarë do qoftë ai, i cili rezulton apo i cili reflekton pasigurinë në Kosovë dhe mund na çojë pastaj në probleme tjera, thjesht veç ja shtyn jetën Albin Kurtit.
në kuptimin e asaj që kë mundet me vazhdu kështu pa parlament, edhe pse qëllimi i tij edhe i zgjedhjeve është qaj, që ne pas këtyre zgjedhjeve të kemi një blokadë edhe 3 muajshe, si e shohone momentalisht. Je skeptik? Po jam shumë skeptik. Se institucionet nuk mund formohen? Nëse lëvizja vetë vendosje i merr mbi 40 deputet, unë mendoj që do të kemi blokadë. Për shkak se Albin Kurti nuk është i interesuar dhe nuk ndan pushtet me askënd. Çka ndodh pastaj? E kemi një Albin Kurti i cili thot vetit kryeministër në detyrë dhe bëhet deputet. Njerëz që jetojnë në ankth, në klimën e pasigurisë tonë. E kemi Dimal Bashën, i cili është kryetari i parlamentit. Një antar i të gjykatës kushtetuese i del mandatin. Nuk mund të emërohet një antar tjetër pa konstituim të parlamentit. Nuk kemi parlament, pastaj pas zgjedhjeve. Çka i bie kjo? Në qoftë se na arrim të një blokadë të tillë, kryeministër mbetet Albin Kurti, presidentës i del mandati. Apo kush mbetet ushtrues detyri presidentit? Po, ne në qoftë se dojmë me çu në gjykatë kushtetuese një pyetje apo një kërkesë, nuk ka kush e trajton se s'ka kvorum. Do të thotë, kur gjë nuk ka qenë kjo blokada shtetërore që i kemi pas deri më tani, çka mendoj se mund të ndodh në qoftë se me të vërtetë i kemi strukturën politike aq të papërgjithshme. Edhe unë mendoj që duke mos pasur më hapësirë ligjore që të shtyhet blokada dhe për 3 muaj, do të thotë vetmja ka mbet mi maj zgjedhjet edhe pastaj me vazhdu me shty. Pse ndodh kjo? Sipas mendimit tim, thjesht po përgatitet terreni që të futet edhe presidentja pastaj pas 3 muajve në zgjedhje. Këtu është një hilën, taktikën politike. Për shkak se Kurti shpreson që nëse futet Vjosa Osmani në listën e tij, ndoshta do ta arrijë prapë një 50%. Për cilën arsye të madhe mbahen këto zgjedhje në sytë e publikut, ajo publiku që po sheh, votuesit që sheh. Shiça, tash ti po flitet. Njerëzit janë edhe në ankth nga gjithë kjo krizë, shohim konsekuencat e para me rastin e trafikut urban, Prishtinë, paralajmërimet për greva, për shqetësime jo pak të vogla sociale, ekonomike. Shiça, po të kishin qenë si strukturë politike të përgjithshme dhe po të kish dashur mas shumë të Albin Kurti, ndoshta zgjidhja më e mira do të kishte qenë një qeveri teknike, mos shpërndarja e parlamentit me një herë, edhe 3 muaj, me qenë se Osmanit i kalon mandati dhe gjatë këtyre 3 muajve spaku të votohej për buxhetin. Po, zakonisht sikur që ndodh gjithku në botë, një qeveri teknike pastaj do të administrante dhe do të merrej me organizimin e zgjedhjeve. Po pse nuk e lën Kurti këto? Për shkak se i duhet buxheti i Kosovës për me shpërnda vitra, gjithmonë para zgjedhjeve. A e çoi Kosovën, nëse mund ta them, Kurti në zgjedhje vetëm se nuk i fitoi mbi 50% votave, siç i kërkoi me nënshkurt? Po, kjo dihet na gjithë. A e din votuesi? Apo e din sa unë mendoj që çfarë betejë po bëjnë në sytë tuaj oponentët e tij? Shiça, unë mendoj që ka votues i cili beson edhe në qoftë se Kurti thot tashti që jem ditë, thot është ba nata, ndoshta ka votues që shkon bjen flan për shkak se ka thonë Kurti. Do të ata janë të pandryshueshëm, po një votues racional, t'ju them drejtën, kur diskutoj me njerëzit veç e kanë pa, veç e kanë vrejt, për shkak se nuk e përjetojnë më, thjesht e përjeton në shpirtin e tij, secili person. Edhe te diaspora, nuk është me diaspora e cila ka qenë, se Shiçati vetë e tha që diaspora është shumë e lidhur me vendin. Absolutisht janë shumë të lidhur me vendin, absolutisht janë, që po thuti, në ankth. Ata jetojnë në ankth se çka po ndodh këtu. Edhe çdo lajm i keq. Shumë e peritojnë se cilin lajm që ndodh në Kosovë. Çdo lajm i keq që ju transmetohet atje,
te ata ndikon ja 70% ma shumë se sa te ne që jetojmë këtu. Edhe natyrisht që ata veprojnë Që edhe... shputur nga dheu, nuk bën jetë në... Po, pra, plus asaj është, është ajo farë beteja edhe atje, kam qenë 10 vite atje. Gjithmonë te e kia ndjenjen që edhe ki qef që vendi yt me qenë kështu jashtëzakonisht me fol për fuqinë e vendit ton, me fol për njerëzit e vendit ton, për të arriturat e vendit ton. Për këtë arsye, diaspora atje është edhe në gardë lobuse, edhe i bën automatikisht më të ndihshëm. Edhe natyrisht që i marrin sendet ma afër zemrës. Prandaj ndoshta parti duhet mbajnë dur të larg edhe angazhimin nga diaspora që ajo të mos fragmentarizohet. Unë mendoj, rretoj asindarje sepse tash po du me dhënë mendim gjithmonë tu nis nga ajo që kam pas të bëj shumë me diasporën. Tashti në diasporë është gjenerata e tretë. Do të thonë gjenerata e parë e dytë jemi në të tretën. Gjenerata e dytë ka qenë gjenerata e cila mas vështiri e ka pasën, për shkak se ata kanë jetu në mes të tradicionales kosovare, shqiptare, edhe jashtë përpjekjes për me i tregu aty në tjerve që ne jemi dikushi. Do të të barën ma të randën e ka pas gjenerata e dytë. Tashti jemi të gjenerata e tretë. Gjenerata e tretë është diçka tjetër. Unë mendoj që shteti, si kur ta kishë ndërtu një ministri të diasporës të Mirfield, është koha që të merremi me gjeneratën e tretë për shkak se gjenerata e tretë, edhe e dyta, besa, janë kryesisht fëmijë që kanë studiu atje, që janë bë ekspert fushave të ndryshme. Edhe ne kemi plot borde, të kekut, të plot institucioneve, sa i shtim militantat partijak, ma mire kishëm marrën, i kishim shtika 1, 2 a 3 eksperta prej diasporës që na kishin mësu spaku se çka po bëhet atje për me nejt në trend. Nuk i dohet diasporës shumë me angazhu na politikisht gjeneratën e 2, 3. Gjenerata e parë po gjenerata e 2 edhe e 3. Edhe nuk ju interesant, them drejtë. Mos përdoret eksperienca aty në tregjet e huaja, në industritë të ndryshme. Po ti ki ekonomista, ki jo që të polarizohet. Ki që për shembull çka na duhet neve. Neve na duhet, po flas në fushën e arsimit. Me ndërtu një arsim të Mirfield profesional. Ku e kishim marrë këto ma mirë se sa të njerëzit e tonë që janë në Gjermani. Neve na duhet për shembull një studime duale. Ku e kishim marrë ma mirë se sa eksperiencën e njerëzve tonë që i kanë kry studimet duale atje, edhe me na tregu çka me bë me to. Kjo të ndodh duhet pasur vullnet. Që kjo të ndodh, unë mendoj që Ministria e Diasporës nuk ka nevojë që të shuhet, po duhet ndërtohet, ta ndërtoj një strategji konform kohës. Po jo në ambasadat më thonë për atë. Po jo, ambasadat e kanë tjetër punë. Shiqo se përzihet shumë kjo puna e ambasadave. Ambasadat merren me politikat shtetit, konsullatat merren me shtetas. Do të thotë, ambasadat janë kogja me punë të ndame prej konsulatave. Ministria e Diasporës, kur është? Ministria e Diasporës i ndërton strategjit për diasporën. Strategjit më të mirat ndërtohen në bashkëpunim me diasporën. Dhe, tashti çka ka ndodhur, është bashku Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës thjesht për vota. Me shpresën që i çojmë ne disa njerëz, edhe i bojmë do vota. Ku e shoh këto? Në qoftë se ti sot e shef diplomacinë kosovare në botë. Si është e mundur që dërgohen njerëz në diplomaci, bëhen madje edhe shefat misioneve, as nuk e din gjuhën e vendit as anglishtën. A din me çka mirën? Ku me gjetë një restoran me organizu zgjedhje. Do thotë që kjo është puna e diplomacisë tashtë. Ku me gjetë një restoran, një lokal me organizu zgjedhjet edhe qysh me janis me lobu. A din që na s'kemi pas drejt lobimi? S'kemi pas drejt kur me folë për zgjedhjet. S'kemi pas drejt. Me meq kemi dhonë mendim, kur jemi ullën me meq. Po
kemi qenë goxha strikt. Kanë ardhen, kanë provokua, kusht ka pru ty, kusht ka pru aje, sende, apo dhe. Po strikte ka qenë. Thot, me që kom folë, kom dhanë mendim politik. Po, puna e diplomatit është me folë veç për shtetin. Tjetrat që e kanë kuptu gabim edhe kone mendoj që diplomatet ty ne kanë gabu. Në takim me eksponent shtetëror të shtetit pric, në qoftë se njëherë flet për parti ekskluzivisht, nuk flet për shtetin, edhe dytën herë ta jep shansën për takim, tretën herë s'ta kanë më kurrë. A din pse? Për shkak se shtetit pric i interesojnë marrëdhëniet me shtetin, nuk i interesojnë me partinë. E kjo gjë ka ndodhur këtu. Absolutisht. Me diplomaton. Po që shja marrë diplomat, jo veç diplomat, po dhe krye diplomat kanë shku edhe kanë folë ma shumë për keq për politikantë këtu, sesa kush e di ku. Sesa, do të thotë njëjtën retorikë që e kanë përdorë në tavolina me njerëzit tanë këtu, që e kanë përdorë për politikë në brendshme, e kanë përdorë edhe me politikantë kur kanë folë atje. Ka pasë raste kur diplomatët tonë kanë reagu, ju kanë tregu, ju kanë thonë, hej, kjo nuk ka temë për me folë për këtu. Në qoftë se, ose ju kujtohet puna e gazit lotësjelës në parlament. Kur ka qenë gazi lotësjelës, mu më kanë ftu në Austri edhe më kanë thonë, çka është kjo, për shkak se po ja vup liberalizimin e vizave. Po? Ashtë, natyrisht që mu ka dasht me mbrojt opozitën teme. Për shkak se në fund të ditës, sikur që e kom përfaqësu qeverinë edhe shtetin, unë e kom përfaqësu edhe opozitën si diplomat. Edhe përgjigje em ka qenë shiqa, këto janë metoda demokratike të cilat ne i kemi mësu për juve. Kështu je përgjigjur? Po, absolutisht. Është shprehje nuk i ke goditur politikisht opozitën, dërsa? Kur, se është, çka i ndihmon shtetit tema, janë që ose në e godas opozitën. Që jo opozitë sot. E tash po ndodh u ketë ndryshe? Absolutisht, krejt ndryshe, se ne flasim me njerëz me cilit kemi punu. Po. Dhe ata na tregojnë se çka po ndodh? Po, fatkeqësisht. Madje tashte edhe nuk kanë, shumë pak kanë komunikim. Se qësh do me komuniku, a i s'den as anglisht, as gjermanisht, as qësh do a i me komuniku, pse dohet me u taku me to, kurse s'den qësh komunika. Canaj, të falenderoj për kohën që ishe në këtë emision të së hënës. Falenderës ty. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.